Një nën e dëshpëruar shikonte vajzën e saj në arkivol. Me lot në sy, ajo ju lut të varosej bashkë me të, por kur vuri re diçka të çuditshme në trupin e vajzës e kapi frika. Nëna bërtiti, askush nuk mund ta kishte imagjinuar se çfarë fshikte vajza, e njohur nga të gjithë si një person i ndritshëm dhe i gëzuar. Gjatë ditës, Elis, një drejtoreshe suksesshme e një kompanie konsulence gjeoteknike në periferi të Oxfordit, ishte zhytur në rutinën e takimeve. Që në fillim dita i dukej e çuditshme, sikur një ankth i paqartë po i merrte pezull. Por ajo nuk e la këtë ndjenje të ndërhynte në punën e saj. Ajo kontrollonte dokumente, diskutonte strategji me ekipin e saj, duke shfaqur të njëjtin vetbesim që e kishte çuar në maj. Në mes të një takimi të rëndësishëm, telefoni i saj ra. Elis hodhi një sy në ekran me nervozizëm dhe vuri re se thirrja po vinte përsëri dhe përsëri. Ajo tashmë u kishte kërkuar të gjithë të mos e shqetësonin gjatë orarit të punës. Duke kërkuar pak falje, ajo doli në korridor dhe u përgjigj thirrjes. Ekrani shfaqi klinika Shënmëri, aty ku studionte vajza e saj Mary, një infermiere e ardhshme. Përshëndetje zonja Taylor. Këtu është klinika Shënmëri. Na vjen keq t'ju informojmë, por fjalët e ardhshme shkatruan botën e Elisit. Vajza juaj, ajo ka ndëruar jetë. Elis u ndjej sikur kishte rënë në një humner. Ky ishte një gabim. Absurd. Ajo ndjeu sikur toka po i lëkundej nën këmbë. Kjo nuk mund të jetë. Kjo nuk mund të jetë e vërtet, murmuriti ajo. Ne e kuptojmë dhimbjen tuaj, zonja, por vajza juaj ishte në një aksident serioz. Mjekët bën gjithçka të mundur. Elis e mbylli bisedën në mpirje dhe menjëherë vrapoi në zyrën e burrit të saj, Georgit. Ata drejtonin biznesin së bashku. Ai tashmë e dinte. Ai ishte ulur me një fytyrë të zbetë dhe sy të fryera nga lotët. Elis, zëri i tij u thye. Merion, ajo ka ikur. Elis luftoi për të kuptuar se çfarë po ndodhte. Vetëm kohët e fundit ajo kishte folur me vajzën e saj. Si mund të kishte ndodhur kjo? Ajo ishte mirë. Georgi e përqafoi gruan e tij, duke përpjekur të ishte një mbështetje. E tha, ne duhet të shkojmë atje. Unë tashmë kam thirrur shoferin. Ne po shkojmë në klinik. Ata u larguan nga zyra duke lënë pas punën e tyre dhe rutinën e njohur që papritmas humbi të gjithë kuptimin. Gjatë rrugës ata flisnin pak, vetëm shërëtimat të qeta mbushën makinën. Mendimet për vajzën e tyre dhe jetën e saj të shkurtër, por të ndritshme i pushtuan të dy. Ajo kishte kaq shumë plane, përshpëriti Elis. Ajo donte të vinte në shtëpi për festa, të bënte një piknik buzliqenit. Pas 3 orësh që u ndjen si një përjetësi, ata mbritën në klinik. Dielli po perëndonte, duke e lyer qytetin në ar. Duke se veç qielli po mbante zi me ta. Ata u pritën nga i fejuari i Merit, Tomi, një student i ri i mjekësisë. Ishte i tronditur, fytyra e tij e shtrembëruar nga dhimbja. Duke u përqafuar të tre njerëzit, zemrat e të cilëve u shkatruan nga një tragjedi, qëndruan në heshtje. Ajo po vinte në shtëpi nga klinika, filloi Tomi, përmes lotësh. Në parking u tentua të grabitej nga një sulmues i panjohur. Meri në panik, nis makinën, por ndërsa po përpiqej t'i shpëtonte ndjekësit, nuk vuri re makinën tjetër. Makina u përmbys dhe ra në një humner. Ai ndaloi duke qarë dhe pastaj vazhdoi. Mjekët luftuan për të, por ajo vdiq. Ajo thjesht donte të shkonte në shtëpi. Elis dhe Georgi ishin të shkatruar. Vajza e tyre 24 vjeçare Mary ishte e ndritshme, e sjellshme dhe vendosur. Edhe pse familja e saj ishte e pasur, ajo zgjodhi një rrugë të vështirë, të bëj infermiere, duke ndihmuar të tjerët. Ajo kishte vetëm 6 muaj të mbetur deri në diplomim, dhe tani gjithçka kishte marrë fund. Ne planifikuam të martoheshim sapo të ishim në këmbë, shtoi Tomi qetësisht. Atë natë prindërit qëndruan në shtëpinë me qirat të Merit. Ajo ishte e mbushur me sendet e saja, kujtimet dhe planet e paplotësuara. Ata u përpoqen të flinin. Varrimi ishte përpara, por gjithçka u kujtonte ata. Erdhi mëngjesi, gri i ftohtë. Ceremonia e lumturës ishte e mbushur me lule, fotografi dhe lot. Njerëzit ndanin fjalë të mira, por për prindërit ajo mbeti vajza e tyre e vogël.
Kur erdhi koha për të mbyllur arkivolin, Elis u hodh drejt trupit të vajzës së saj. Ajo qante, duke përgdhelur fytyrën Merit e pa aft ta linte të shkonte. Jo, nuk do të lë të vetëm në këtë errësirë. Na varos bashk. Georgi përqafoi gruan e tij, por ai vetë mezi po mbahej. Por në ato moment ndodhi diçka e papritur. Elis ngriu. Dora e saj u vendos në barkun e vajzës së saj dhe ajo ndjeu lëvizje. Një goditje mezi e dallueshme. Ajo shtypi veshin dhe dëgjoi një zë të mbytur. Prit, bërtiti Elis, prit. Ajo ishte shtatzën, ndjej diçka. Të gjithë ngrin. Edhe Tomi ishte i tronditur. Ai nuk dinte për këtë. Kjo nuk mund të jetë, murmuriti ai, por nëna këmbënguli. Me urgjencë fal lidhjeve dhe parave, trupi i Merit u transferua në një klinikë private. Atje mjekët bën një ekografi dhe vërtet kishte një fëmijë brenda, një vajzë e vogël, ende gjallë. Kjo është e pamundur, përshpëriti mjeku. Një operacion urgjent u krye për të nxjerrë fetusin. Ishte një vajzë e vogël e parakohshme në 5 muaj. Ajo mezi po merrte frym. Foshnja u vendos në një inkubator dhe filloi lufta për jetën e saj. Prindërit e Merit, Tomi, mjekët, të gjithë ishin në shok, por nuk humbën shpresën. Vajzës ju dha emri Miranda, që do të thotë mrekulli. Çdo ditë në spital ishte një betejë. Mjekët nuk premtonin asgjë, por vajza u kap pas jetës. Elis i përshpëriti asaj çdo ditë. Ti e gjithçka që na ke mbetur nga Meri, lufto voglushe ime. Tomi u ul pranë inkubatorit dhe i tregoi Mirandës për nënën e saj. Nëna jote ishte një hero. Ajo ndëronte për ty, edhe pa e ditur se ti ishe tashmë me të. Kaluan muaj, të vështirë të mbushur me ankth dhe lutje, por Miranda e vogël triumfoi. Ajo u bë më e fortë dhe një ditë mjekët thanë: "Sot po e nxjerrim. Familja nuk mund t'i mbante lotët. Ata e morën vajzën në shtëpi, atje ku dikur jetonte Meri." "Mirë se erdhe në shtëpi, princesh," përshpëriti Tomi, duke mbajtur vajzën në gjoksin e tij. Elis dhe Georgi vendosën të ftonin Tomin të jetonte me ta. Ai u bë jo vetëm dhëndri i tyre, por dhe djali i tyre. Ata e rritën Mirandën së bashku me dashuri dhe kujdes. Shtëpia që dikur ishte e mbushur me dhimbje, u mbush me të qeshura. Vajza u rit e shëndetshme, e bukur dhe e gëzueshme. Në sytë e saj ishte pasqyrimi i Merit. Me çdo ditë që kalonte, Miranda u bë gjithnjë më shumë një kujtesë sa edhe nga errësira më e thellë drita mund të lindë. Ata i treguan asaj për nënën e saj, duke thënë se sa e fortë, e sjellshme dhe e dashur ishte ajo. Jeta i kishte mësuar ashpër dhe pa mëshirë, por Miranda u bë zemra e tyre. Një simbol i faktit se dashuria është më e fortë se vdekja, dhe edhe humbja më e tmeshme mund të çojë në fillimin e diçkaje të mrekullueshme. Të dashur shikues, çfarë mendoni për këtë histori? Mos hezitoni të na tregoni në komente. Mirupafshim.